Menaxheri i pasurive të paluajtshme greke, Yanis Pesiridis, pretendon se qeveria greke po e shënjestron atë me ndjekje penale pasi refuzon të shes prona turqëve dhe izraelitëve. Polemika publike ka shpërthyer në Greqi pasi Pesiridis denoncoi në rrjetet sociale se ka nisur procedura ligjore kundër tij për shkak të qëndrimit se refuzon t'ju shes shtëpi dhe tokë blerësve të huaj dhe se preferon t'u jap përparësi diasporës greke. Ndjekja ime penale nga kjo republikë banale frikacake ka filluar zyrtarisht, nuk do të bëj asnjë hap prapa, është shprehur Pesiridis. Ai deklaroi konkretisht se ka refuzuar t'u shes prona turqëve dhe blerësve hebrejnë. Çështja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa shumë qytetarë grek e kanë mbështetur duke e përshkruar si akt në interes kombëtar të Greqisë, duke argumentuar se tokat dhe banesat duhet të mbeten në duart të grekëve. Qytetarë të tjerë kanë kritikuar presionin qeveritar ndaj individëve për marrjen e vendimeve për biznesin privat.